Deri në fund të jetës me penel në dorë. Piktori Skënder Kamberi kur nuk u ndal së pikturuari deri në fund të jetës së tij. E bia e tij Donika Kamberi zbuloi se vepra e fundit e babait të saj ishte skica e një fëmie që u realizua pak para se të ndërronte jetë. Unë kam skicën e tij të fundit, ai nuk fliste. I dash një silolaps në dorë, dhe i thash, babi, i thash, unë të lutem, se më digjonte, ti është nuk fliste, dhe i thash, babi, të lutem, bëj diçka. Dhe ai pa një fëmijë të vogël, 5 cm, ishte ulur në tokë, dhe po e shikonte, edhe bëri rrotullimet e tija, dhe bëri fiks siç ishte fëmia. Familjar, ish student, koleg dhe artdashës ishin të pranishëm në Universitetin e Arteve për t'i dhënë lamtumirën e fundit artistit të merituar. Ata shprehën hidhërimin e tyre për ndarjen nga jeta e piktorit. Skënder Kamberi do të mbetet në historinë e pikturës shqiptare si një piktor shumë i madh. Dhe padyshim ikën një njeri që vërtet ka një kontribut real. Mjeshtri i madh në muzikë, Naxhi Kasoruho, ndau emocionet rreth trashëgimisë së tij tek brezat e rinj, teksa theksoi mungesën e pranisë së figurave të larta të shtetit në ceremoni. Humbja e Skënder Kamberit është një humbje e madhe për kombin. Nuk e di, eksagjeroj, po vetë presidenti duhet ishte këtu. Të gjithë piktorët e ardhshëm do t'i referohen veprës së tija. Skënder Kamberi, i lindur në Vlorë, ia dedikoi të gjithë jetën e tij artit si piktor dhe si pedagog, duke kontribuar në kulturën shqiptare me shumë piktura të vlerësuara. Ai përfaqësoi shkollën e realizmit socialist, kompozimet figurative, portrete të fuqishme, por njëkohësisht guxoi të pikturonte edhe element nga kubizmi apo ekspresionizmi, të cilat ishin të ndaluara për kohën.